telefon përdoj telefon tjetër dhe këtë telefonin tjetër ka fotit një avush telefonin për para ka pas. Këtë mënyrë ti mund kesh telefonin këtu që marrë fotot të telefonin tjetër. Unë për shembull, që nga 2019, aty është telefoni im 8. Unë kam dhënë 8 telefona këtu në 7 ditësh, edhe këtë telefoni këtu ka fotot që nga 2019, se jam gjithë në jetën Gmail. Bravo, kjo ishte një gjë shumë e lezetshme. Aja aplikacioni që ke shkarë kuti, me u kupëru foto, është në ti për shumë ke përshishi një foto ke këtë telefoni, ja? Ti mund të përdojsh atë aplikacionin për ta marrë atë foto që ke qim rafsh. Interesant, atëre po ato foto 10 vjetë. E njëta gjë mund edhe me kompjuter, ti mund shkarkosh një aplikacion kompjuter, që mund që këtë kompjuterit të marrë prapë, që jo vetëm foto, por edhe gjona, fajnë, që kanë shikë kompjuterit për e fshimu për para. Atëherë ti thuj që duhet rekuperoj numrat e telefonit që më janë pezullu atëherë. Jo numrat, jo, telefonin vetë. Nëse ti nuk e ke telefonin që të shprish në kushte funksionale, atëherë nuk marrësh ato foto të mërsh. Por nuk ka kuptim, nuk është nevojshme. Ti ato foto të ketë mbaruar. Nëse ti si ke shpëtuar nga ku, nuk merr atë. Po, të ke drejtë se dhe ca adresa Yahoo i mund nuk më hapen. Kupton? Kushto? Nëse nuk ka rëndësi. Po dhe ti nuk hapen, ti duhet të marrësh teknikalet, support, ato që merren me support Yahoo, me i pyet me recoveru i Yahoo, që përsta kanë prish. Se kanë tendencë të prishin e-mailet të cilat janë jo funksionale dhe të papërdorshme për shumë vite. E modhi për ne, sa mi që i di këto gjona më brava, i forti. O ku që i mos arra që unë du fort për me botime. O no të pini. O boqin. Pra, këto foto tu në te do bëjt shmos, si kur bëjt se lek të marrë telefonat që nuk i kam mo. Se njone... Nuk është nevojshme, se s'jesh foto, janë foto të buar prapë.